Ka nisur punimet për asfaltimin e rrugëve të brendshme në fshatin Zvezdë në bashkinë Maliq, një investim që synon përmirësimin e infrastrukturës dhe lehtësimin e lëvizjeve për banorët e zonës. Sipas kryetarit të bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, kjo është pjesë e një programi më të gjerë investimesh në infrastrukturën rrugore, i cili do të vijojë edhe në fshatra të tjerë të njësisë administrative të bashkisë. Po jemi duke ndryrë në një rrugë, të themi të brendshme, rrugë kryesore të fshatit Zvezdë. Një kërkesë e banorëve prej kohësh do të po sistemohen ujërat e shiut, do të mbyllet asfaltimi komplet në gjithë gjatësinë dhe po shikojmë që të vazhdojmë edhe me rrugë të tjera në këtë fshat, pasi duke qenë që kemi qenë të detyruar për efekt të mungesës së rrjetit ujësielësit, tashmë që rrjeti i ri ujësielësit ka përfunduar, ne kemi filluar procedurën e zbatimit të asfaltimit të rrugëve të brendshme, jo vetëm në këtë fshat, por edhe në fshatra të tjerë. Në këtë moment që po flasim, bashkia me fondet e saj po prokuron 15 rrugë të tjera, po thuhet në gjithë territorin e bashkisë, që i bashkëngjiten projektit të parë të asfaltimit të rrugëve për vitin 2026, që në total shkojnë rreth 25 rrugë, të cilat jemi munduar të kapim pjesën më të madhe të komuniteteve tona, ku ka probleme, ku ka popullsi më të madhe, edhe ku efekti është i menjëhershëm. Nga ana tjetër, kryeplaku i fshatit Zvezdë, Adriatik Lilo, shpreh se ky investim i jep fund një problematike të ngritur prej vitesh nga komuniteti. Ai thekson se rrugët e amortizuara kishin vështirësuar qarkullimin, veçanërisht gjatë periudhave me reshe, ndërsa asfaltimi do të përmirësojë ndjeshëm kushtet e jetesës për banorët. Shumë probleme për të gjitha gjërat. Dash për punën e zjarreve, një zjarr fikse nuk mund të futesh në rrugë, rrugët e keqe të ngushta kanë qenë, të pashtruara, kishin vërtet problem. Balë të mbytesh gjithë lagja komplet, gjithë fshati. Shumë të kënaqur, daç për ujin e pishëm, daç për ujërat e zeza që ustruan dhe ujërat e zeza po bëhen. Kur do bëhen, po ustruat u bën po bëhet asfalti. Ujërat e zeza po ashtu, uji i pishëm është gati drejt përfundimit dhe deri tani jemi shumë të kënaqur. Banorët e kanë mirëpritur nisjen e punimeve duke e cilësuar asfaltimin e rrugëve një investim të domosdoshëm që do të ndikojë pozitivisht në jetën e përditshme për zhvillimin e fshatit.